raporti kostit është gjetje e kostit. Okej. Është një komunikat e orëve të fundit e Kekut. Kek në operim të jashtëzakonshëm mbi një muaj me 3 bloqet Kosovës, në punë paralelisht, pra një komunikat... Menua që për mua, bet. Operim jashtëzakonshëm me 3 bloqet. Si dit ma kështu, tregoje qëllimin zonja Janina, po sa po me tregu qëllimin, unë qëllimi jam nuk është... Ma mirë si ka tregot të qëllimin, s'me di s'mu ko me shku. Nëse ka mundësi, nuk është bo dalimin në qmim, do me thonë qmimi nuk ka ndryshu. Efektin pandemik na e kena pagu në vitin 2023, të rritja e dytë. Pra mbyll aja qështë? Mbyll historia vitit pandemik, është mbyll historia qmimeve, ku ka përcy pej 59 milion, shqit 140 milion. Tash, jena të pagu për shkak të sasis, edhe vitin e kalum, edhe këtë vet, është importu shumë, për ndryshe qmimet janë qatu. Ja, është e vërtet që Kosova vazhdon me pas qmimin më të lirë të rrymës në rajon? Jo. Pra si që është një për shpjegimeve, një për jashtëtimeve të përvetor? Jo, se Verjo e ka më të lirë. Verjo e ka qmimin... Po, ani Kosova... Po, ama komunat verjore, që kanë bo këta, në 2024, që na i kena pagu tash, na kanë shtu edhe shpenzimet operative të kjetësit për elektroprivrede. Ka vazhdu i një tjavas, po? Elektroseveri. Elektroseveri është elektroprivreda. Jo, elektroprivreda është kompania e Serbis, kjo është elektroseveri. Po jenë vjeta, tash, unë e pajtona me parimin se kjo ka bo loja me këto, ko diktu prej që ambasadori është të pagu pej Gem Beogradit, e që unë këtë studje e kom thonë që kjo pengi mafisë energetike, po njerëzit po menojnë që është veç deklarat politike, ka shku edhe me Ternën, Terna e në grek. Terna ka pos dit që na ka faturu jo neve, po e ka pos qmimet anë kondin ditor që ka shku mbi 1 milion bordja. Në dit, 1 milion. Pra, na që kena ble prej... Po tash soj ke mortja dit energji elektrike, ajo dokument intern. Po aj, nëse ti gjdo dit merë e import. Tash ti e, ati që është sistemi elektroenergetik i joni, është një pacient që është shumë i smut, edhe dirë gjak të në kohën. Këta vend që me na fashu qatë gjak, ta shkojnë blenë gjak dhe thojnë paguj tash, paguj. Qështu t'jena të vjetë? Na nuk na shnoshen, po na blenë gjak. Edhe qatë gjak ti e gjenë, se shumë keq për asimetrin, po mdohet me shëru so ma thjesht, tash qato e blenë pe Ternës, Bartja, Vukamovic, Elektroprivreda Serbis, Gene, kush dhe që vjen? Po që gjak Serbis, ha? Për analogji. Për analogji se ti dyshimet për bashkëpunim i ki prej kostit, kosti o dogona Kosovës, plus asaj, ti mbi 8.000 euro ja ke dhonë ditë Serbis për rrymë elektrike më në dogonës. Ta shka po më shefëm këto? Jo, kjo është e pashefshme. Jo, kjo është. Unë e po voli veç për bortje, po edhe me onë dogonës, na i kena morë rrymë elektrike Serbis, ku kjo rrujke, jo Vidovdoni, jo kjo, jo nato rruj. I që të kërkesën për import, kush e bën? Kërkesën për import e bojnë ata hapi par, që është edhe kontrata, na aqë sa është edhe shtonë në konsultime publike. Për neve, përgjigjet Keko, s'ka rrymë Keko, direkt shkojnë në import. Në konsultime publiket, kësa ere, ketë s'ka ka thonë, qaj që në jep rrymë elektrike neve. Ama një lë raportit ditor se duhet me egzistu për... Po në të që janë halo me Excela, janë me e-maila, këta shta duhet mi pos këto... Janë Excela të gjellë për që të kalëzën në të Keko, edhe ketë kanë një kontabilist qysh nga vitit 2000, deri në 8 tash janë të e kërku një të teknologjisë. Endë bojnë raportime fiskale me libra. Atë këja nuk e lejon një firmë, e rëndëmt që me konën në sistemin e vjetër, ose raportimi zero mu bo fizikisht. E shten me hynë sistem. Ato nuk e kanë gutë. Ka të njëtin sistem. Qërë që shka shku historia e prodhimit për mës me ju lodhë shumë me numra. 2020, 5.900 gigawatt, 5.700, 5.600, 4.900, 5.400, 4.800. E kena prodhimin ma tërt në histori, në kek, që prej vitit që të e kam pej vitit 2018, që 5 vjeta pej vitit 2022 nuk kanë mujt me arrit planin e vetë. Do me thonë, kërkush nuk të përzijet, këtë se nuk vjen. Ta thot, a e ki planin zotni? Po.
A kime mëri këta së në mërin. Veçanin e kemi 6 muaj ditë një blok pa punu për renovim. Edhe vitin e arshëm i kemi pa ashtu 7 muaj tjerë, blokun tjetër. Po du me Jenina dojnë po dyshon pikër pse du me përfundu. Lidhe pa lidhe, po ato bloqe vyjnë në renovim. Unë në diska... Aty është i 200 milion euro për nëse atë blok. menon Nëse që- të prishet i reo, pse nuk renovohen verës be? Qysh gjetet i bashkë në 10 verës orë? renovohen. Verës janë renovuar. Renovimet nuk gjatë një muaj 2-3. Verës renovohen. Pej prillit deri shtator Se qëto deshta me ndalë po e priti pak marët. Nëse menën që është to e kena ratin mu gjujt lidhje pa lidhje, nuk e kena ratin. Se kjo është çështje kogja emergjente dhe është çështje për AKI. Mo veç është informu direkt me këtë punë. Pse është që kjo për AKI? Se para 2020 si na konë blok me Sërbin. Në moment që ti bën që si farë dallavere, devime, ashtu kështu, na jena në Evropë. Evropa nuk është Afrikë. Na është edhe Afrika më avancume se ç'është funksionojmë na. Thot, ti mund është mu hek për ENCOS, që është rrjeti evropian. Edhe ku deshta me dalë, unë qëtu nuk thash që këta i kanë ullë me qëllim. Tjetra është që kanë bote renovimet e termocentraleve. Kur dënë me pas, ndorë, energjinë elektrike, shmun është me pushtet, që e ki, edhe që jena vend na ku jemi në Kosovë, ti e organizën importin. Edhe hynë si qeveri, edhe thu importin kena me marë pe këti veni me shumit se e merë ma lirë. Këta e marrin import si mu kom pazarit shtunës në Ferizaj. Sa për shkanë sët, qa që marrin edhe Ty nuk i përgatitën për para, për me mujtë me marrë kur e bën ti renovimin e termocentralit B, A, ti e merë importin vjetor edhe thu 8 muj për shembull shtash. Çka më na kushtu? Po tash, a di qa pithojnë privati? Vjen me kohë. Thot, unë e blej 122 euro, 117 euro megavatin, se i kanë të shkrume, me sa di qëto 2 shifra përmendën, edhe thot se qka që gjejt. Pse? Se ti e lënë qashto. E kur të thot aj 122, 117, ti e gjenë Ternën, Gjenin, qëta e lojtarë të mdaj, se aj për Norvegjis nuk vjeshtu. Këta i presin qëto ofertat. Po. Kjo i bjen që ti... Po. Masi për qmime ma tjera, ne se Kosove kemi 0.06 cent. Ne dim që qmimi mesatar në bëj me kilovat. Mesatarja në bëj është 0.28. Po energjia elektrike nuk caktohet kur nga qmimi i blerjes. Por caktohet nga qmimi kush e blen. Edhe përcaktohet edhe nga tardhnat për kokë banori. Shambull, një Kosovar që i ka 500 euro pagë, dhe më thonë, ja merët gati 30 euro për person, për kokë banori tash. Ku du me dalë? Nëse një familje mesatare tash është e pagu 30 euro për person. Dhe më thonë, një familje me 2